Komunikimi mes të njerëzve është arma, mjeti, është mundësia, po I themi me gjitha metodat më interesante dhe më e mira që mund t'i bëjnë njerëzit të jetojnë në paqe. Njerëzit në vend se të luftojnë, komunikojnë. Në vend se të rrinë të hidhruar pa ditur njëri dhe tjetri se çfarë kanë ndërmjet vete, ata me bisedime mund të shfaqin atë që mendojnë. Komunikimi është gjëja më interesante në mes të raporteve të njerëzve. Zoti I Madhreshëm, Ademin a.s. e bëri të veçantë atëherë kur I mësoi gjuhën, atëherë kur I mësoi mënyrën të flasë, të komunikojë emrat e gjërave. Dhe si I tillë u bë meritor që t'i nënshtrohen atij me lajket, gjendet dhe krijesa tjera që Allahu kërkoi një gjë të tillë. Ndonë se me lajket thanë se ai mund t'jetë edhe shkatrues, mund t'jetë edhe degenerues në shoqëri, në tokë, duke dirë gjak, duke bërë fesat e të tjera. Por gjuha, komunikimi, atë e bëri të veçantë dhe e bëri që t'jetë krijesë e çmuar që me lajket e pagabueshme, me lajket që vazhdimisht adhurojnë Allahun t'i nënshtrohen kësaj krijesës që mbas edhe dirë gjak. Komunikimin mes të njerëzve është arma, është mjeti, është mundësia, po I themi me gjitha metodat më interesante dhe më e mira që mund t'i bëjnë njerëzit të jetojnë në paqe. Njerëzit në vend se të luftojnë, komunikojnë. Në vend se të rrinë të hidhruar pa ditur njëri dhe tjetri se çfarë kanë ndërmjet vete, ata me bisedime mund të shfaqin atë që mendojnë dhe rrjedhimisht edhe e largojnë dilemën mes tyre. Natyrshëm që bashkëshortësi ka mundësi mungesa e komunikimit e bie në një fazë kritike që bashkëshortët të dyshojnë ndërmjet vete për gjëra të cilat e kanë një mësues kujdestar. Të vazhdueshëm është shejtani që për çdo heshtje të burrit I jep gruas një shpjegim të tij dhe anasjellës. Dhe ai shpjegim në ditën e parë mund të jetë edhe fisnik, por me ditët në vijim, ai shpjegim djallëzor kalon dhe bëhet mollëshirë mes tyre, saqë një imagjinate djallëzore e cila ka buruar nga heshtja e burrit ta zëm, për gruan është bërë një realitet I pamohueshëm, sikur asaj dikush I ka sjell një informat të keqe dhe ajo tashmë është thellësisht e bindur se ajo informat është më se saktë dhe gjërat kanë ndryshuar. Përkundrazi, jeta nuk është e njëjtë. Olejse dhakaru kal untha. Allahu tha, nuk është njëjtë sikur burri, sikur gruaja. Madje, edhe nëse dytë angazhohen me punë jashtë shtëpisë, punët e tyre nuk janë të njëjta, angazhimet e tyre nuk janë të njëllojta dhe preokupimet e tyre po ashtu nuk janë të një ngjyre. Rrjedhimisht mund të mos e kuptoj gruaja se çfarë ka në mendjen e burrit, se çfarë preokupimi ai mund të ketë. Dhe ai ndoshta merret me çështje të firmës, të punës, të biznesit, të borxheve, të pagave të punëtorëve, të problemeve ndonjëherë politike, të gjërave që mund të lidhen me krizë ndoshta edhe globale të biznesit e të tjera. Mirë po gruaja në mungesë të këtyre njohurive dhe burri në mos dëshirën e tij që ta ngarkojë gruan e tij, ai ndoshta hesht dhe heshtja tek ajo prodhon ndoshta ky nuk më do mua. Ndoshta ky është ftohur nga unë. Sidomos kur jeta martesore I kalon disa vite dhe burrat duhet të jenë shumë transparent, sidomos në këtë kohë kur gjërat më nuk janë që mbulohen nga të tjerët dhe kur nuk ka mundësi që të tjerët të vinë tek informata rreth asaj që ti bën. Dhe në vend se për ty të flas tjetri, fol vet, komuniko vet, je transparent me atë që ti e vepron. Bëhu I sinqert në fjalët e tua, tamam sikur thot Allahu në librin e tij fisnik, në ajetet që ne I lexojmë. Pra nëse ju doni që të fitoni fitoren e sigurt, pra qulu qawlan sadida, thoni fjalë të vërteta, e nëse kështu ju veproni, Zoti juve ju jep
veprat e mira, ja u falë mëkatet dhe kjo është fitore e garantuar e madhe.